Nëse njerëzit ju kanë lënduar, gjëja e parë që Perëndia kërkon të bëni është që ju t'i falni ata. Dhe pjesa që është vërtet e dhimbshme, t'i bekoni ata. Jemi duke folur për këmbënguljen drejt fillimeve të reja dhe se si në mënyrë që ta bëjmë këtë duhet të jemi gjithmonë të gatshëm të harrojmë ato që kemi lënë pas. Sa nga ju kanë patur diçka në jetën e tyre në të cilën kanë dhënë më të mirën dhe ajo nuk ka funksionuar. Në rregull. Mirë, ju duhet të jeni të kujdesshëm që të mos ngecni tek ato që nuk kanë funksionuar dhe t'i lejoni ato t'ju bëjnë të mendoni se jeni një dështak dhe se çdo gjë përfundoi, sepse dua t'ju them se Perëndia nuk është kurrë pa një plan. Ju mund të mos e dini se cili është plani, por Perëndia e di se cili është plani. Tani, në librin e Samuelit, kemi Samuelin 1 dhe 2, ne lexojmë për mbretin Saul. Tani së pari, Perëndia nuk donte që njerëzit të kishin mbret. Ai donte të ishte mbreti i tyre. Njerëzit këmbëngulën të kishin një mbret. Kështu, ai vajosi një njeri me emrin Saul për të bërë mbret. Dhe Bibla thot se kur fryma erdhi mbi Saulin, ai u bë një njeri tjetër. Dhe kjo është ajo që ndodh kur fryma e shenjtë vjen mbi ju. Personi që keni qenë më parë nuk është më, sepse ai do t'ju kthejë ju në një instrument të ri, të mpret e të pastruar. A e kuptoni, a arrini ta kuptoni se ne kemi ndryshues bote që janë në këtë sallë sot? Po ju them, kur Perëndia ju kap ju, atëherë gjithçka ka mbaruar për djallin, sepse nëse do të qëndroni me Perëndin dhe bëni atë që ai ju thotë të bëni, po them, ju thjesht nuk e keni iden se çfarë mund të realizoni dhe se çfarë mund të bëni. Unë jam nga një vend që quhet Fenton, Missouri. Tani unë kam shumë diploma nderuese dhe gjëra që më janë dhënë dhe unë i vlerësoj shumë të gjitha ato. Por unë kam 12 vjet arsim. Dhe le të themi për hir të së vërtetës, unë nuk kam ndonjë zgjuarsi të veçantë, por e dua Perëndin dhe kam shumë sens praktik. Dhe unë nuk jam arsimuar të bëj këtë që bëj, kur nuk kam shkuar në kolegj biblik. Nuk ndihem sikur duhet të kem ndonjë titull nderi përpara emrit tim. Unë kam filluar me Joyce dhe ende jam Joyce. Unë isha një rëmuj dhe Perëndia më zuri mua. Dhe ai ndryshoi jetën time përmes fjalës së tij. Dhe ai më thirri të ndaj fjalën e tij me njerëzit. Dhe sot mesazhi që ju do të dëgjoni, do të dëgjohet në të gjithë botën në mbi 100 gjuhë të ndryshme. Dhe unë gati ngela në gjuhë. Nuk doja t'ja dija në ishte emër, apo për emër, apo një folje, apo çfarë ishte, thjesht doja të flisja. Dhe tani njerëzit mendojnë se unë i flas të gjitha këto gjuhë dhe unë ende po punoj me anglishtën. Ideja që po përpiqem t'ju përcjell është se të jem e sinqert, është Perëndia ai që ju bën të veçantë. Dhe nuk ka përse ju të keni një tufë gjërash të veçanta në mënyrë që Perëndia t'ju përdor ju. Gjithçka duhet të jeni e keni në dispozicion. Jam këtu Perëndi, më përdor mua, më dërgo mua. Por nuk mund të ngeceni diku duke vajtuar për çdo gabim që ju keni bërë. S'mund të keni mentalitetin e viktimës. Prindrit e mi nuk më trajtuan mirë, unë nuk kam arsimin e duhur, nuk pata mundësi të shkoja në shkollë, unë nuk këtë, unë nuk atë, unë nuk diçka tjetër. Nuk ka rëndësi se çfarë nuk keni nëse keni Jezusin në jetën tuaj. E kuptoni këtë? Nëse keni Jezusin, nëse keni një marrëdhënie personale me Jezusin, ju keni gjithçka që ju nevojitet
për të bërë diçka të madhe. Unë thash të madhe, diçka të madhe në jetën tuaj. Kështu, Perëndia vajosi Saulin për t'u bërë mbret. Dhe Sauli ishte pjesërisht i bindur, por nuk ishte plotësisht i bindur. Ai bëri shumicën e gjërave që i tha Perëndia, por edhe pak nga ato që donte vetë. Dhe ai e bëri këtë vazhdimisht derisa Perëndia tha: "Nuk do të jesh më mbret." Ai e humbi mundësinë e tij për shkak të mosbindjes. Mirë, profetit Samuel ju desh të harxhonte shumë kohë me Saulin dhe ai e donte atë dhe jam e sigurt se u lut për të dhe punoi me të dhe kështu kur Sauli humbi mundësinë për të qenë mbret, Samueli ishte i pikëlluar, shumë i pikëlluar. E dini, kur ne kemi humbje në jetë, pikëllohemi për ato humbje. Dhe është e drejta bëjmë këtë, por ju duhet jeni të kujdesshëm të mos e lejoni frymën e pikëllimit të zotërojë jetën tuaj dhe të vazhdoj në gjithë jetën tuaj, sepse nëse e bëni, ajo do t'ju pengoj të harroni ato që lat pas dhe të rendni pas gjërave që keni përpara jush. Më kujtohet një histori që më tregoi një mike ime. Djali i saj u sëmur me kancer dhe ata bën çdo gjë dhe të gjithë u lutën. Ata bën të gjitha trajtimet, por ai e humbi betejën. Kështu natyrisht ajo ishte e pikëlluar dhe ajo tha se një ditë ishte në bodrumin e shtëpisë dhe ajo tha: "Unë mund të ndjeja se si fryma e pikëllimit duket sikur donte të më mbështillte të gjithën." Dhe tha: "Unë rëmbeva një nga rrobat dhe e hodha krave dhe thash, ky është manteli i lavdërimit dhe nuk do të jetoj në pikëllim." Ajo thjesht filloi të kërcente në bodrum me atë rrobë të hedhur mbi krahët e saj. E dini, duhet i bëni të ditur djallit se pavarësisht se çfarë ai ka qenë në gjendje të bëjë në të shkuarën dhe pavarësisht se çfarë ai ju ka marrë, ju do ta vendosni besimin tek Perëndia dhe ai do t'ju kthej përsëri, jo një herë, por 2 fishin e asaj që ju është marrë. Dhe kur ju keni patur kohë zie dhe kohë pikëllimi, është kaq bukur kur gëzimi vjen. Ne nuk do ta njihnim gëzimin, po të mos njihnim trishtimin. Një herë shkova me vajzën time për të bërë një masazh fytyre dhe kur u ktheva në shtëpi nuk e kisha unazën. Dhe telefonova qendrën, ata nuk e kishin parë dhe kështu mendova se duhet ta kisha lënë mbi banak, mbi lavaman dhe dikush e kishte marrë. Dhe kështu, po them vërtet, më dhembi shumë që e kisha humbur. Ajo kishte shumë kuptim për mua. Dhe kështu, ishte një periudhë pikëllimi për mua dhe unë thash, mirë Zot, është veç një gjë. Unë mund t'jetoj pa atë gjë. Kështu vazhdova punët e mia dhe kaluan 2 apo 3 muaj dhe vajza më telefonoi, vajza që kishte qenë me mua, dhe ajo më tha: "E di çfarë kam gjetur?" Dhe unë i thash: "Çfarë?" Ajo tha: "Kam gjetur unazën tënde në çantën time." Dhe unë po mendoja, si ka mundësi që ishte në çantën tënde? Mirë, pastaj e kuptuam se çanta që ajo kishte qenë e imja dikur dhe unë ja kisha dhënë asaj. Kështu kur kisha hequr unazën, thjesht kisha parë çantën, kujtova se ishte e imja dhe e futa në çantën e saj. Ajo shkoi në shtëpi dhe nuk e kishte përdorur çantën prej kohësh dhe pastaj kur e përdori, unë isha vërtet shumë e gëzuar që e gjeta unazën. Mirë, ja cili është thelbi. Kur nuk do ta kisha përjetuar atë gëzim, po të mos kisha patur humbje. Dhe dua t'ju them diçka, dua ta kuptoni dhe ta besoni. Disa nga ju kanë patur humbje të tmerrshme në jetë. Ata kanë duruar tragjedi, kanë duruar padrejtësi dhe u kanë ndodhur gjëra që nuk janë të drejta e nuk i meritojnë. Dhe ka qenë e vështirë, por forca tani, ju e dini ku dua të dal. Po ju them diçka, nëse s'do të keni një qëndrim të hidhur dhe nuk do të keni mentalitetin e viktimës dhe do të ecni përpara e do ta doni Perëndinë, do t'i bindeni atij dhe do të vazhdoni të ndihmoni njerëzit,
O, dhe shpërblimi juaj do të vi, dhe ju do të jeni shumë të gëzuar. Kështu, mos shikoni atë që keni humbur, shikoni atë që mund të ndodhë në të ardhmen. E dini, Marta i tha Jezusit, vëllai i saj Lazari kishte vdekur dhe ajo tha, Jezus, Lazari ka vdekur, sikur ti të kishe qenë këtu, ai nuk do të kishte vdekur. Dhe Jezusi i tha, ai do të ngjallet përsëri. Marta po shihte atë që kishte ndodhur, Jezusi po shihte atë që do të ndodhte. Cilën nga këto doni të bëni sot, të vazhdoni të shihni çdo gjë që ka ndodhur, apo dëshironi të gëzojeni për atë që Perëndia mund të bëjë në jetën tuaj? Por, dëgjojeni të gjithën deri në fund. Ju nuk mund të keni një qëndrim të keq. Dhe të keni gjithashtu edhe jetën që Perëndia dëshiron t'ju jap. Tani, ose njerëzit ju kanë lënduar, ose ndoshta ju keni bërë diçka që ju ka trishtuar. Nëse njerëzit ju kanë lënduar, gjëja e parë që Perëndia kërkon të bëni është që ju t'i falni ata. Dhe pjesa që është vërtet e dhimbshme, t'i bekoni ata. Perëndia im. Le të lexojmë Luka 6, duke filluar nga vargu 27. Por unë po ju them juve që më dëgjoni. Ti doni armiqtë tuaj, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë. Tani, unë nuk po e sajoj këtë, kjo është si, po tallesh Perëndi? Bekoni ata që ju mallkojnë, dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Nëse dikush të bie në njërën faqe, ktheja edhe tjetrën, dhe atij që të merr mantelin mos e pengotu të marr edhe tunikën. Jepi kujdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos kërko të ta kthej. Në rregull. Por ashtu siç dëshironi që t'ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta. Perëndi, sikur e gjithë bota të jetonte sipas kësaj. Trajtojeni të tjerët ashtu siç do të doni të trajtoheshit ju. Po Marko ta lexoj këtë sepse kemi nevojë ta dëgjojmë. Por po ti doni ata që ju duan, çmeri do të keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni të mirë atyre që ju bëjnë të mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë edhe mëkatarët. Dhe nëse u jepni hua atyre që shpresoni t'ju kthejnë, çfarë merite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve që t'u kthehet ai sa dhan. Por ju t'i doni armiqtë tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë. Ju e dini se çfarë bëjmë ne kur dikush që e kemi trajtuar mirë nuk na trajton mirë, pas gjithë atyre që unë kam bërë për ty. Por nëse po e lexoj mirë këtë, aty thuhet jo. Ju nuk bëni gjëra për njerëzit duke pritur që ata të bëjnë diçka në këmbim për ju. Ju e bëni për Perëndin dhe pastaj prisni që shpërblimi të vijë nga Perëndia. Ju mund të mos shpërbleheni nga personi me të cilin ishit të mirë. Mund të ketë edhe disa njerëz që përfitojnë nga ju dhe ju lëndojnë, por nëse ju mbani qëndrim të mirë dhe bëni atë që Perëndia ju kërkon të bëni, nuk ka djallë në ferë që mund t'i pengoj bekimet tuaja. Amen? Jeni dakord me mua? Ju atje lartë? Ju atje lartë që jeni atje në fund të sallës, jeni dakord? Bëni pak zhurmë. Por Joyce, është shumë e vështirë. E dini, ky është një justifikim që s'duhet ta përdori më. E dini pse? Sepse jemi vajosur për të vështirat. Nuk na nevojitet fryma e shenjtë për gjërat e lehta.
por ne mund të bëjmë gjithçka që Perëndia dëshiron të bëjmë. Nëse do të mësojmë të mbështetemi tek ai dhe jo tek vetja dhe tek forcat tona për t'ia dalë mban. Po them se nuk ka asgjë që nuk mund ta bëni. Perëndia nuk do të lejojë të vi mbi ju më shumë nga sa mund të mbani. Ju mund të mendoni tani se jeni të mbytur në probleme dhe unë nuk mund ta bëj këtë, nuk ja dal dot, nuk kam për t'ja dal. Po, do t'ja dilni. Sepse ka patur shumë gjëra që mendoja se nuk do t'i ka përceja dhe jam ende këtu. Dhe sa nga ju këtu mund të thonë të njëjtën gjë, ju keni ka përcyer gjëra që ishin të vështira dhe nuk mendoni se do t'ja dilnit, por jeni ende këtu. Dhe shpërblimi juaj do t'jetë i madh. Gjithë këto gjëra që kam lexuar, ai thot nëse i bëni këto, shpërblimi juaj. Forca, disa nga ju tani janë në periudhën e mbjelljes në jetën e tyre. Disa janë atë të korjes, por nuk kanë ardhur tek të korrat pa gërmuar më parë dhe pa mbjell fara dhe pa pritur e pa kaluar në përkohë të vështira. Ndoshta kanë pasur të mbjella që janë prishur, por kanë vazhduar të mbjellin e të mbjellin e të mbjellin. Tani ata janë në stinën e shpërblimit. Dhe ata që janë duke mbjell dhe jeta e tyre është e vështirë, thjesht të vazhdojnë të bëjnë atë që është e drejtë. Sauli do të kishte mbetur mbret nëse do të vazhdonte të bënte atë që Perëndia i kërkoi të bënte. Por jo, ai duhet të kishte edhe pak nga vullneti i tij diku. E po unë bëra pothuajse çdo gjë që më the të bëja. Shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijt e shumë të lartit. Pse duhet ta bëjmë gjithë këtë? Sepse ai është mirëdashës me mos mirënjohësit dhe të mbrapshtët. Jini të mëshirshëm pra, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Do t'ju tregoj një histori sa më shpejt të mundem, por nuk mund të ri pa e treguar. Ndoshta ju e keni dëgjuar më parë. Imata abuzonte me mua, mamaja ime e dinte, por s'bëri asgjë. Ajo kishte frikë të përballej me të. Shkova tek disa të afërm, por askush nuk donte të përfshihej. Kur kjo më ndodhte mua, askush nuk kishte dëgjuar një gjë të tillë. Vet baba i vajzës po ja bën këtë gjë, po them, kur nuk ishte dëgjuar një gjë e tillë. Dhe kjo ishte një nga arsyet pse mamaja ime nuk bëri ndonjë veprim për ta ndaluar. Ajo tha nuk mund ta përballoja skandalin. Për mua ishte më e vështirë të kapërceja faktin që mamaja ime nuk po më mbronte se sa ajo që po më bënte babai im. Dhe unë ende nuk arrita kuptoj një gjë të tillë, si mund ta bënte këtë, por Perëndia më dha hirin për të qenë në gjendje t'i falja të dy. Dhe një gjë që më ndihmoi shumë ishte kur ai më tha njerëzit e lënduar lëndojnë të tjerët. Kështu, as babai im nuk ishte rritur mirë dhe kishte pasur incest në familjen e tyre, e kështu me radhë me radhë. E dini, kur u largova prej tyre, unë doja të qëndroja sa më larg dhe t'i shija ata vetëm kur duhet t'i shija. Tani, zyrtarisht i fala ata. E kuptoni këtë si një e krishterë, unë i fala ata. E dini, ne bëjmë lutjen zyrtare, unë të fal ty. Por s'doja të kisha lidhje me ta. S'doja të isha afër tyre. Kështu ndërsa ata filluan të plakeshin dhe kishin nevojë për më shumë ndihmë. Një mëngjes unë po lutesha. Zot, cili është vullneti yt për jetën time? Bëni kujdes kur e bëni këtë lutje. Dhe Perëndia filloi të vinte në zemrën time se ai donte që unë të merrja prindrit e mi nga vendi ku jetonin, në St. Louis ku unë jetoja, t'u blija një shtëpi, nga që ata nuk kishin para, dhe të kujdesesha për ta, derisa të vdisnin. Unë të qortoj ty Satan në emër të Jezusit.
Disa nga ju po përpiqen të qortojnë djallin, por nuk është djalli. Fakti që është e vështirë s'do të thotë se është djalli. Gjithsesi, histori e gjatë që t'i bie shkurt. E tregoj shpesh këtë, por është thjesht një shembull i mirë, dhe unë nuk e di se si, por Perëndia më dha hirin të bëja atë që ai më kërkoi, dhe çështja është, po ju them, ndërsa mendoj për fuqinë kundër djallit dhe për fuqinë me Perëndin. Unë mendoj se kjo është gjëja më e madhe që Perëndia më ka dhënë aftësinë të bëj. Kur ju mund të gjeni hirin e Perëndis për të dashur dikë që ju ka bërë këtë gjë, për të shpenzuar parat për të, për të kujdesur për të, dhe për ta bërë këtë për një periudhë të gjatë kohe, këtu duhet shumë nga Perëndia. Por nëse ju bëni atë që Perëndia ju thotë të bëni, shpërblimi juaj do të jetë jashtëzakonisht i madh. Forca, po përpiqem të nxis disa njerëz që ta bëjnë këtë sot. Po ju them, le të mos kemi më një bindje të pjesshme. Sa nga ju mendojnë se ka fuqi në emrin e Jezusit? Mire, dini çfarë? Unë nuk mora mbi emrin e David kur po dilnim bashkë. Vetëm atëherë kur unë thash po pranoj, derisa vdekja të na ndaj, atëherë mora emrin e tij. Shumë gjëra të mira më ndodhen. Nuk kisha para kur u martova me Devin, ai kishte pak para, dhe kur unë thash po, unë kisha para. Nuk kisha makinë, Devi kishte makinë, dhe sa po unë thash po, kisha makinë. Por nuk i mora kur dilnim në takime. Forca, nëse thjesht po dilni me Jezusin. Forca. Jo, duhet të firmosni edhe letrat. Po pranoj, dhe madje nuk e di se çfarë vjen me pon, por Perëndi përgjigja është po. Pse? Sepse unë të besoj aq shumë sa të di se çfarëdo që ti dëshiron që unë të bëj, në më pëlqen apo jo, pavarësisht sa e vështirë është, do të jetë gjëja më e mirë për mua.